U fol shumë për sistemin e vettingut, por sistemi i vettingut a pastroi gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar? Shiko, vettingun unë e njoh mirë sepse njëja elementet, shumicën paktën e gjyqtarëve dhe të prokurorëve që ishin në sistem, një pjesë të madhe të personave që u morën apo që po merren me pastrimin e sistemit të drejtësisë, njoh mirë ata që kanë kaluar dhe ata që pjesën që ka dhënë dorëheqje dhe pjesën që nuk e ka kaluar. Me bindje them që 20% e gjyqtarëve dhe të prokurorëve janë shkarkuar padrejtësisht nga sistemi. Siç mund të ketë edhe 1% gjyqtarësh dhe prokurorësh që e kanë kaluar padrejtësisht. Kjo është mendosh që sikur të shkojë 30-40% margji i gabimit është katastrofë.